Nexhi është një nga ato nëna që vendosi të thyej heshtjen, pas viteve të dhunës fizike dhe presionit psikologjik nga ish bashkëshorti, gjeti forcën të largohej nga kjo marrëdhënie. Nuk gjeja dot forcë që të dilja nga ajo martesë, por më në fund mas lindjes së djalit, dhuna fizike u shtua akoma më shumë dhe aty thash stop. Stop, unë nuk mund ta përballoj dot këtë martesë dhe vendosa që të bëja divorcin. Ajo pranon se shoqëria vazhdon të mbetet e mbyllur përballë temave të dhunës. Gjatë rrëfimit, tregon se fëmijët e saj përballen me pasojat e një realiteti ku shpesh sulmohet viktima dhe jo dhunuesi. Ndonjëherë njerëzit i do të thuash po të qëndroja unë aty, po sigurisht do kisha dhunë. Vazhdojnë dëmtime që tani unë po e ndjej tek bullizimi që po i bëjnë fëmijës tim në shkollë. Një apel nuk mungon për çdo grua që gjendet në të njëjtën situatë. Ndonjëherë themi dhunë fizike, por brenda asaj dhune fizike është dhuna psikologjike që është më e rëndë se çdo gjë. Dhe përderisa nëna përjeton dhunën fizike, fëmia ndërkohë përjeton dhunën psikologjike. Janë të njëjtën kohë të dy njësoj. Të lutem hiqni dorë sa më shpejt, sepse duke menduar që për hir të fëmijëve mund të postoni dhe mund të kaloni një tragjedi. Ose familjarëve, mbështetini këto nëna, jepini dorën, mbajini afër që ato të kenë mundësi të largohen nga kjo situatë. 2881 gra kanë raportuar dhunë dhe 3650 telefonata janë drejtuar drejt linjës së Këshillimit për gra dhe vajza. Këto numra përkthehen në histori të jetuara, gra që kërkojnë ndihmë dhe një shoqëri që ende ka shumë për të bërë.